Përshëndetje, mirë se vini në horoskopin ditor për të njëjtën, 11 qershor 2026. Le të shohim çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Për dashin, dita është mjaft premtuese për ata që janë në një lidhje. Do kaloni momente mjaft interesante pranë partnerit dhe do ndiheni më mirë. Beqarët do vazhdojnë të mbeten vetëm. Në planin financiar, gjërat nuk do ju ecin siç kishit ndërruar. Do keni një dëshirë të papërmbajtshme për të shpenzuar pa mas. Për demin, ata që janë në një lidhje do mendojnë për aventura sot dhe ka rrezik të kenë probleme. Asgjë nuk ka për të ecur mirë. Beqarët do kenë dashuri me shikim të parë dhe do përjetojnë ndjesi të veçanta. Financat kërkojnë iniciativa të reja për të ndryshuar gjendjen. Për binjakët, bashkëpunimi në çift do jetë shumë i fortë sot, duke e mbajtur marrëdhënien të ngrohtë. Beqarët do kërkojnë princin e tyre të kaltër pa shumë fat. Situata financiare mbetet e paqëndrueshme, prandaj ndalni të gjitha shpenzimet. Për gaforren, dielli do i ngrohë tej mase jetën tuaj në çift. Do i sqaroni të gjitha mosmarrveshjet dhe do jeni më tolerant. Beqarët do jenë të pavëmendshëm ndaj ftesave. Për buxhetin do jetë një ditë e begatë dhe gjendja do vinë duke u përmirësuar. Për luanin, është një ditë shumë e vështirë për ata në një lidhje. Mos u nxitoni, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do përfitojnë nga mundësitë. Buxheti do ketë ndryshime pozitive, ndoshta një trashëgimi ose shpërblimi majm nga puna. Vjogjëresha nuk do ndihet e kënaqur nga partneri dhe ka rrezik për debate. Mos kërkoni më shumë nga sa jepni. Beqarët do jenë të qartë dhe nuk do neglizhojnë mundësitë. Në financa do jeni impulsiv, prandaj bëni kujdes me gabimet. Për peshoren, asgjë nuk do ecë siç e keni menduar në lidhjen tuaj, për shkak të ndërhyrjeve të jashtme dhe dyshimeve. Beqarët kanë gjas të tërheqin një ujor. Me financat duhet të vazhdoni të tregoheni të matur edhe për pak kohë. Akrepi do ketë një ditë të pafavorshme në lidhje. Do jeni skeptik dhe jo plotësisht të bindur për dashurinë e partnerit. Beqarët do ndihen mirë pranë miqve. Në financa, fati do jetë në anën tuaj dhe mund të kryeni shpenzimet e menduara. Për shigjetarin, më në fund marrin fund mosmarrveshjet në çift. Do ndiheni të qetë dhe do buzuqeshni gjatë gjithë kohës. Beqarët do realizojnë takime, por mos u besoni të gjithëve. Gjendja financiare mbetet delikate. Kujdes nga xhebat bosh. Bricjapi do jetë shumë bujar me partnerin dhe do ja plotësoj të gjitha dëshirat. Do ketë shumë momente të lumtura. Beqarët do jenë të pavëmendshëm ndaj mundësive të mira. Në planin financiar do dini si të veproni dhe gjendja do mbetet e mirë. Ujori do ketë një ditë intensive dhe të mbushur me emocione. Do e adhuroni qetësinë dhe delikatesën e partnerit tuaj. Beqarët do i përkushtohen familjes. Gjendja e të ardhurave do mbetet e dobët, prandaj mos u futni vetë në probleme. Për peshqit, sot do bien të gjitha tabut në jetën tuaj sentimentale dhe shumë gjëra do ndryshojnë rrënjësisht. Beqarët janë gati për aventura kalimtare. Gjendja e financave do mbetet e qëndrueshme për sa kohë të përkujdeseni për to. Kaq për horoskopin e sotëm. Ju uroj një ditë sa më të mbar dhe shihemi nesër.